Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmet mëshirëplotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës shembulli i moralit të mirë. Morali është një ndër thesaret më të çmuara që Allahu i madhëruar ja ka dhuruar njeriu në këtë botë. Ajo është drita që ndriçon zemrën, urtësia që zbukuron fjalën dhe sjellja që e bën njeriu të dashur mes njerëzve. Një njeri mund të ketë pasuri, dituri apo dhe pozit, por nëse i mungon morali, ai mbetet i varfër në shpirt. Ndërsa ai që ka moral të mirë, edhe nëse nuk zotëron pasuri të mëdha të kësaj bote, është i pasur në virtyte dhe i nderuar tek Allahu, por njëkohësisht edhe tek njerëzit. Islami ka dhënë moralit një rëndësi dhe një vend të lartë, sepse feja nuk është vetëm adhurim me gjuhë apo dhe me trup, por është edukimi i shpirtit dhe pastrimi i zemrës. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit. Ajeti i 4 i surës Qalam. Ky ajet madhështor i drejtohet profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duke treguar se personaliteti i tij ishte mishërimi më i bukur i moralit njerëzor. Ai ishte shembulli më i lartë i butësisë, i drejtësisë, i burimit të mirësisë, mëshirës dhe të durimit. Kur flasim për shembullin e moralit, zemra e çdo besimtari, don apo s'don, shkon tek profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk ishte vetëm mësues me fjalë, por ishte njëkohësisht dhe udhëzues me vepra. Kur e fyenin, ai i falte. Kur e lëndonin, ai lutej për udhëzimin e tyre. Kur njerëzit silleshin me ashpërsi ndaj tij, ai përgjigjej me butësi. Kështu ai mësoi njerëzit se morali nuk është teori, por mënyrë jetese. Transmetohet se një njeri i vrasht erdhi tek profeti dhe foli me tone të ashpra. Sahabët u zemëruan, por profeti i ndaloi dhe ju përgjigj me qetësi e mirësi. Dhe sjellja e tij e butë e ndriçoi zemrën e atij personi dhe ai personi pranoi fenë e pasë islame. Kjo na mëson se shpesh herë zemrat nuk fitohen me forcë, por me moral dhe sjellje të mirë. Fjalët e buta depërtojnë aty ku ashpërsia nuk mund të depërtojë dhe të shton në ato momente. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. E mira dhe e keqja nuk janë të barabarta. Largoje të keqen në atë që është më e mira, e atëherë ai me të cilin kish armiqësi do të bëhet si mik i afërt. Ajeti 34 i surës Fusilat. Pra ky ajet është një shkollë e tërë e moralit, sepse ai na mëson se përgjigjja më e bukur ndaj së keqes është mirësjellja. Njeriu i moralshëm nuk bie në nivelin e së keqes, por ngrihet mbi të me durim dhe fisnikëri. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: morali i mirë është shoqëruesi yt më i mirë si në këtë botë edhe në botën tjetër. Kjo fjalë e urtë tregon se ky moral është pasuria që nuk të lë kur vetëm. Njeriu me moral të mirë është i respektuar në familje, tek dashurit e tij në shoqëri edhe i bekuar në jetën e tij në këtë botë. Ai fiton zemrat e njerëzve pa pasur nevojë për lavdi apo dhe për pushtet. Në jetën e përditshme, morali shfaqet në gjëra më të thjeshta, në buzëqeshje, në përshëndetje, në ndihmë ndaj të tjerëve, në respekt ndaj prindërve, në sinqeritet në punë dhe në durim gjatë vështirësive. Një fjalë e mirë mund të shoqërojë dhe të sjellë një shërim për një zemër të plagosur. Një sjellje e mirë mund të ndryshojë ditën e dikujt dhe një falje e sinqertë mund të shuajë armiqësi të vjetra. Shoqëria jonë sot ka nevojë të madhe për t'u rikthyer fjalëve të mira, për t'u rikthyer moralit, sepse shpesh njerëzit krenohen me pamjen, me pasurinë apo me famën, por harrojnë se vlera e vërtetë e njeriu është karakteri. Një shoqëri pa moral mbushet me padrejtësi, mashtrim dhe urrëtie, ndërsa një shoqëri e ndërtuar mbi këtë bazë të moralit, rrëzon me besim, me qetësi, me harmoni
dhe me bashkëpunim ndërmjet njëri tjetrit. Pra morali është shumë i domosdoshëm sidomos tek të rinjt, sepse rinia është e ardhmja e një populli dhe nëse ajo rritet me virtyte, e ardhmja bëhet dhe më e ndritur. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, më i miri prej jush është ai që ka moralin më të mirë. Pra duhet të mësojmë se forca nuk është në arrogancë, por në vetë përmbajtje, dhe madhështia nuk është në pasuri, por në ndershmëri. Bukuria nuk është vetëm bukuria e fytyrës, por e zemrës dhe sjelljeve tuaja. Dhe kjo thënie vendos një standard të qartë, se njeriu nuk matet vetëm me adhurime apo me fjalët e tij, por dhe me sjelljen e tij që ka ndaj të tjerëve. Pra të dashur vëllezër dhe motra, shembulli i moralit nuk është vetëm një temë për t'u lexuar, por është një temë për t'u thelluar në të dhe për t'u jetuar. Secili prej nesh duhet të bëhet shembull morali në familjen e tij, në shkollë, në punë dhe në shoqërinë ku ai jeton. Sepse me një zemër të pastër, me gjuhë të ëmbël, me sjellje të mirë dhe me vepra të mira, sidomos njeriu lartësohet në këtë botë dhe fiton kënaqësinë e Zotit të gjithësisë edhe për botën tjetër. Pra morali është aroma e shpirtit dhe drita që kursesi nuk shuhet. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu dhe duke lutur Zotin e gjithësisë që çdo ditë të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të mos na lër asnjëherë që të devijojmë nga kjo rrugë. Tashmë, ju përshëndes me përshëndetje dhe bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.